Khalid ibn Walidi, shpata e Allahut. Khalidi, paqja e Allahut qoftë mbi të, padyshim ka qenë gjeniu më i madh luftarak të cilin e ka shënuar histori. Khalidi, paqja e Allahut qoftë mbi të, ka qenë një nga gjeneralët i cili asnjëherë nuk ka humbur asnjë betejë. Khalidi, paqja e Allahut qoftë mbi të, ka qenë njeriu i vetëm i cili taktikisht e ka fituar. Ishte komandanti i parë musliman i cili i ka çliruar të gjitha vendet e huaj. Ishte muslimani i parë i cili ka poshtruar dhe nënshtruar 2 perandori të mëdha dhe atë njëra pas tjetrës. Shumë beteje të tij janë mësuar dhe hulumtuar nëpër akademitë ushtarake, veçanërisht Uhudi, Kazimeja, Ueleje, Muzeja, Ejnediyeja dhe Jermuku. Beteja më e shkëlqyeshme e tij ka qenë ajo në Ueleje, ndërsa më e madhe gjithsesi ajo në Jermuk. Fati i tij ka qenë beteja, sulmi, marrja dhe çlirimi. Nga beteja në Uhud e deri në fund, Khalidi, paqja e Allahut qoftë mbi të, ka luftuar 15 vite. Ka luftuar në 41 beteje, duke mos i llogaritur angazhimet e vogla, nga të cilat 35 prej tyre kanë qenë në 7 vitet e fundit. Asnjëherë nuk e ka humbur asnjë prej tyre. Përqafimi me Islamin. Khalid ibn Walidi nuk ishte një njeri që mund të përgjunjej me luftë, dhe nuk duhet ishte, për sa kohë që të ruante atë krenari që më vonë do të kthehej në dinjitet islam. Ishte krejt e pamundur të detyrohej të futej në islam me forcën e shpatës. Ndërkaq, Zoti e kishte mbrojtur me bujari këtë komandant të pashoq të së ardhmes, duke përgatitur trullin që ai të futej në islam me dinjitet. Si do të treteshin akujt e Khalidit, mos ishte një periudhë e tillë paqe? Kështu kur në Mekë nuk ishte mbetur më punë për të bërë, Khalidi, ai njeri që kërkonte shert, paktën kishte gjetur mundësinë për t'u menduar pak. Padrejtësia në dukje që u ishte bërë muslimanëve në Hudejbije, edhe pastaj pamja dhe gjendja e tyre shpirtërore një vit më pas kur kishin ardhur në Mekë për umre, kishin ndikuar thellë mbi Khalidin dhe ata që mendonin si ai. Po, periudha e paqes u bë edhe për të një periudhë kthjelltësimi, dhe pas një kohe shkoi te i dërguari i Allahut dhe shpalli se ishte nënshtruar. Ky nënshtrim dha si rezultat që ai të bëhej Seifullah, shpata e Allahut. Fundja i dërguari i Allahut e priste këtë rezultat. Dhe Amr ibn Asi është një ndër ata që u bën musliman në këtë periudhë. Monotonia e ardhur bashkë me paqen e Hudejbijes, jeta e mefshët i mërziti rënd këta trima, ta herojnë të qartur të shesheve të luftës. Ata zgjodhen frontin e aksionit dhe kaluan në anën e të dërguarit Allahut. Me të hyrë në Mekë, pejgamberi alayhis salam filloi me adhurim për Allahun dhe ashtu siç kishte nga ata që e ndiqnin me vëmendje se si do të vepronte, kishte edhe nga ata që nuk donin të përballeshin kurse si me ta. I njihte të gjithë këta, andaj donte t'i mbante portat të hapura ndaj të gjithëve. U dërgonte mesazhe edhe atyre që nuk i kishte para atë ditë, duke bërë të mundur që edhe ata të vijeshin disi mendime. Khalid ibn Walidi ishte njeri syresh. Duhet ishte ndonjëri prej atyre që dëshironin të shkonin pranë profetit për t'u dorëzuar, derisa e pyeti vllain e tij musliman, Walid ibn Walidin: "Ku është Khalid ibn Walidi?" Walidi fatkeqësisht nuk do ta kishte pranë të vllain gjatë atyre ditëve. Megjithatë duhet ta shikte disi. Resulullahu kishte diçka për t'i përquar, andaj ai u mundua t'ia niste disi mesazhin e dhënë. Në letër flitej për takimin e tyre dhe në të shkruaj: "Është e pamundur që një njeri i atill ta di islamin dhe të mos e pranojë, as sikur ai njeri i bënte luftrat në anë të muslimanëve dhe kundër idhujtarëve. Sa e mirë do të ishte diçka e tillë për Khalidin. Ne do ta parapëlqenim atë para të tjerëve duke e mbajtur në pëllëm të dorës." Në fakt, ky ishte një sijariq i dhënë haptaz. Fjalia e fundit në letër ishte: "O vlla im, vlerësoj siç duhet mundësitë që do të jepen, dhe mundohu që duke ardhur menjëherë te ne,
të mund t'i rregullosh gabimet e të shkuarës. Halid ibn Walidi, me ta lexuar letrën, e kishte teje të qartë vendimin. Në fakt, pas çdo betejë me të dërguarin e Allahut, teksa kthehej, kishte ndjerë një ndrydhje në shpirt, që prej Hudejbijes, kjo gjendje kishte filluar ta shqetësonte më shpesh. Ai tani më veç po kërkonte një bashkëudhëtar. Nëse do ta fliste diçka të këtillë me Ebu Sufjanin, Ikrimen apo Safwan ibn Umayyen, e kishte të sigurt që nuk do të merrte ndonjë përgjigje pozitive, kështu që provoi të fliste një herë me Osman ibn Talhan. Me ta parë se dhe ai ishte i një mendje, vendosën që të niseshin ditën tjetër. Kur mbritën në vendin e quajtur Hede, u takuan me Amr ibn Asim, i cili i përshëndeti: "Mirë se ardhët, na prut gëzim o njerëz." "Edhe ti," ju përgjigjen ata. "Përmbar inshallah. Për ku je nisur kështu?" Amri parapëlqeu t'u përgjigjej po me pyetje: "Po ju për ku kështu?" Nuk kishte pse ta zgjasnin më tej, andaj vendosën që t'ja tregonin. "Po shkojmë të hymë në Islam dhe t'i bindemi Muhammedit. Edhe unë po njësoj si ju përgjigj Amri. Miqtë e vjetër ishin nisur që të tre në drejtim të Medinës dhe hapat i hidhnin të shpejt. Më në fund, ndërsa po mbrinin, vendosën që të ndronin veshjet dhe të shlodheshin pak në një vend fare pranë Medinës. Duhet të dilnin të pastër dhe të shlodhur përpara të dërguarit Allah. Në anën tjetër, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e kishte marrë vesh me kohë ardhin e tyre. Prandaj u kthye që t'ua tregonte edhe sahabëve këtë si hariq. Meka ju a dha 3 moshat e saj më në fund. Velidi ende nuk kishte marrë përgjigje për letrën e nisur dhe deshi të hidhej përpjet prej gëzimit. Për një çast u bë gati që t'u dilte përpara për t'i pritur, po vinte dora vet. Halid ibn Walidi: "Nxitoni, Rasulullahu e mori vesh për ardhjen tuaj dhe është shumë i lumtur, po ju pret." Edhe ata u emocionuan jashtë masë. Tashmë po iknin duke ngrendur. Është e pamundur të rrëfesh gëzimin që shprehej në buzëqeshjen e tij. Drita e fytyrës së tij, si drita e hënës së plot, ndriçonte në sytë e tyre. I pari ishte Halid ibn Walidi, i nderuar, ai që përshëndeti të dërguarin e Allahut alayhis salam. Ishte aq i nxehtë sepse po e ndjente deri në zemër përshëndetjen. Ftesa që po u bënte ai, duke u hapur kraharorin, nxehtësia në buzëqeshje dhe dashuria e shprehur në fytyrë triumfoi menjëherë tek ata. "Unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguari i tij," tha Halidi. Profeti ynë i dashur që po dëshmonte besimin e një njeriu që po vinte në saj të meditimit vet, ju kthye: "Lëvduar qoftë ai që të fali ty udhëzimin. Zatenon të ti shihja një zgjuarsi të thellë dhe prisja për çastin që një mendje e tillë dëgjente rrugën e drejtë." Halidi, paqja e Allahut qoftë mbi të, pikërisht tani, pas kaq vitesh jetë, po e ndjente veten për herë të parë si Halid. Po merrte aq shumë për gëzime dhe komplimente dhe po shqetësohej për tërë ato vite që i kishin shkuar dëm. "O i dërguari i Allahut," tha ai, "siç e ke parë edhe ti, unë gjermë sot veç kam dal kundër teje duke e thënë gjithfar gjërash të shëmtuar. Dua që të lutesh për mua, që Allahu të më falë të këqijat që kam bërë." Beteja e Mu'tes. Kjo është beteja më e madhe dhe më e vështirë që kanë ndërmarrë muslimanët gjatë jetës së Resulullahut. Njëkohësisht kjo ka qenë lufta më e ashpër me të cilën fillon vargani i çlirimit të shteteve të krishterë. Beteja në Mu'te ndodhi në muajin Xumadel Ula të vitit të 8 Hijri, që i përgjigjet gushtit ose shtatorit të vitit 629. Mu'te është një fshat në jug të Shamit, 2 ditë ecje larg Kudus Sherifit. Buhariu transmeton nga Halidi se ka thënë: 9 shpata i kam thyer ditën e Mu'tes, përveç shpatës jemenase. Ndërsa në një tekst tjetër thuhet:
Në dorën time janë thyer 9 shpata në mute, e ka qëndruar vetëm shpata jemenase. Rasulullahu ditën e Mutes, informuar përmes vahit shpalljes, e para se të arrinin lajmet në Medinë në lidhje me këtë luftë, ka thënë: Zejdi e mori flamurin dhe u vra. Pastaj Ibn Rewaha edhe ai u vra. Ndërsa e thoshte këtë ai qante: dhe kështu derisa e mori flamurin shpata e Allahut, Halidi dhe me lejen e Allahut fituan. Me gjithë trimrin dhe heroizmin e madh, do të ishte tejet e çuditshme që kjo ushtri e vogël të korte sukses në paluhatshmëri para kësaj vërsulje të hatashme, para kësaj furtune detit të ushtrisë bizantine. Atëre vjet në pa e tërë shkatësia dhe pjekuria e Walid ibn el-Walidit për ta nxjerrë ushtrinë muslimane nga kjo situatë tejet e vështirë. Ekzistojnë mendime të ndryshme për zhvillimin e mëtejshëm të betejës. Mirë po pas studimit hollësishëm të gjitha versioneve të rrëfimit, mund konkludohet se Halidi gjatë tërë ditës i rezistoi ushtrisë gjigante bizantine, duke u përpjekur me tërë qenin e vet që të mendonte ndonjë dredhi luftarake, me ndihmën e së cilës do t'i friksonte bizantinët në mënyrë që të shpëtonin muslimanët e ata të mos ndërmerrnin ndonjë ndjeki. E dinte mirë se nuk do të shpëtonin dot, po që se ata do të vazhdonin ndjekjen pas tyre. Kur agoi dita e dytë, Halidi e ndroi radhitjen e ushtrisë. Pararojën e vendosin në prapavi. Pastaj i ndrojanët krahun e djathtë të ushtrisë e vurin në të majtin, ndërsa krahun e majt në djathtë. Tërë këtë manovrim e vështronte armiku. Shikonin se si përzihej ushtria muslimane dhe menduan se u erdhi përforcimi, për çka dhe u friksu. Kurse Halidi, pas soditjes dhe të menduarit një orësh, filloi ngadalë të tërhiqej prapa, duke pasur kujdes që të mos e rregullohej radhitja e ushtrisë. Bizantinët menduan se muslimanët po përgatitin ndonjë kurth dhe se do të përdornin ndonjë dredhi luftarake. Nga frika se mos ushtria muslimane i tërhiqte në shkartirën e thatë, ata hoqën dorë nga luftimi. Kështu, armiku u tërhoq në vendin e vet e as që mendoi për ndjekjen e muslimanëve. Ndërkaq, muslimanët me sukses u tërhoqën dhe u kthyen në Medinë. Nga tëra ajo luftë, bashkë me komandantët kishin rënë gjithsej 12 dëshmor. Kjo ishte një trimëri për të kënduar në përballadë. Të luftoj përballë ushtrisë së stërmadhe të një fuqie të stërfortë dhe të jepje vetëm 12 dëshmor. Ishte e pamundur ta shpjegoje përveç se me ndihmes hyjnore, dhe çdo kush që dëgjonte për këtë betejë e shikte me një sy më ndryshe ushtrinë e të dërguarit të Allahut alayhis salam. Njëkohësisht, Muteja do të thoshte hapja e kanalit të parë në muret e kështjellës së Bizantit. Kishte edhe disa familje të cilat u kishin nxjerrë disa probleme gjatë rrugës, mirë po gjatë kthimit Halidi u kthye edhe nga ato që t'ua tregonte vendin. Vetëm ashtu mund të kthehej në Medinë. Në çastet e vdekjes, Halidi ibn Walidi rënkonte: kali im, shpata ime, sillmini t'i shoh edhe një herë.